Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Vladimir Shkurov, vizitoi këtë të hënë Bashkinë e Roskovecit si pjesë e delegacionit të Bashkisë Letiçiv, në kuadër të projektit Pathways of Partnership, të mbështetur nga Nalas. Projekti synon angazhimin e përbashkët për bashkëpunim, shkëmbim eksperiencë dhe transferim të praktikave të mira të qeverisjes vendore. Në një prononcim për mediat, ambasadori u ndal edhe te zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke u shprehur se protestat paqësore janë një drejtë themelore në një vend demokratik. Sipas tij, qeveria duhet të dëgjojë kërkesat e protestuesve, por debatet dhe zgjidhjet duhet të zhvillohen edhe në sallën e parlamentit. Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в Албанії. Ми знаємо про цей протест. Sigurisht ne po shikojmë me vëmendje gjëra që po ndodhen aktualisht në Shqipëri, edhe zhvillimet e fundit. Sigurisht në një shtet të lirë gjithmonë ekziston e drejta për të shprehur mendimin edhe për protesta paqësore. Por paralelisht ne dim se edhe qeveria po kontrollon, po shikon kërkesat e protestuesve për të patur mundësitë e kërkesave, për të kuptuar kërkesat që ekzistojnë sot në protestë, edhe sigurisht që protesta paqësore është diçka që mund të ekzistojë në një shtet të lirë. Kryebashkiake e Roskovecit, Majlinda Bufi, u shpreh se ky partneritet pritet të sjellë rezultate konkrete për komunitetin, duke u mbështetur edhe në eksperiencat e mëparshme të bashkëpunimit me Italinë dhe Sloveninë. Kjo vizitë ka në fokus shkëmbimin e eksperiencave më të mira ndërmjet Bashkisë Roskovecit dhe Bashkisë Letiçev, mundësive të bashkëpunimit dhe pse jo praktikave më të mira që ne kemi si komunitete Roskovecit dhe komuniteti Ukrainas në Letiçev. Unë jam shumë e bindur që delegacioni i Ukrainës do të marrë më të mirat nga Bashkia e Roskovecit, ato për cilat ne krenojmë në fakt, që kanë të bëjnë me përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit nga të ardhurat tona, me transparencën, me llogaridhënien, me bashkëpunimin me qytetarët dhe pse jo të gjitha këto për të patur një komunitet më të qëndrueshëm në një jetë më të përmirësuar të tyre përmes gjithë asaj që Roskoveci ka dhënë. Ndërsa kryetari i Bashkisë Letiçiv ka theksuar se Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme për zhvillim. Wrażenia дуже гарне. Перш за все, ми приїхали автомобілем, ми їхали через Албанію. Edhe përpara ne kemi ardhur këtu me makinë dhe kjo ishte mundësia për ne të shikojmë edhe Shqipërinë, domethënë të krijojmë atë përshtypjen e parë për popullin e Shqipërisë, për Shqipërinë, për natyrën, edhe përshtypja gjithë sigurisht ishte me zonën kryetare e Roskovecit, sepse aty e kuptuam gjithë qëllimin e vizitës, edhe mënyra e mikpritjes ishte aq e ngrohtë për zemër saqë domethënë aty jemi ndjer shumë mikpritës. Por përveç asaj gjës domethënë që ne dëshim të falenderojmë zonën kryetare, ajo çfarë ju keni përmendur tani se ju e keni tashmë eksperiencën me Sloveninë, me Italinë, edhe jemi vendi i tretë me të cilin ju mund ta ndani këtë eksperiencë.